Selam aleikum të dashur të nderuar, shikues e dëgjues të rrëtëve pendimit dhe mirë se takohemi edhe këtë diel në emisionin ton të rregullt javor Drita së vërtetës. Takohemi çdo javë për të përcjellë dituri njohuri të reja, por ato për cilët na duhet një rifreskim, sepse kemi për detyrë të rikujtojmë ato, sepse për to dhe do të shpërblemi, kemi nevojë si shoqëri. Sot kemi ndenën e kënaqësinë që në studio duke falendruar paraprakisht që nuk i thot jo kur ftesave tona, ta falenderojmë të dëshirojmë mirë se ardha hoxhës ton të dashur dhe nderuar Shuaib Recep Sehu, selam aleikum dhe mirë se na erdhën. Aleikum salam të Allah, mirë se gjetë, Allah shpërblet për ftesën. Allah ju nderoft, na nderoni sa herë që ju thrasim. Hoxh do të flisni në përgjithësi për mëkatet dhe pasojat e tyre. Po bojmë shumë mëkate apo hoxh ç'është kjo puna kështu e rënd pa kjo? Po jemi ka fundi i dunjas, prandaj. Subhanallah. Fjala është për ju, Allah ju shpëlbeft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e kësaj gjësie, shëndesim Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Po, ashtu do të thonë tash përderisa dhe siç e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe se kjo koha do të thonë para Kiametit që do të shtohen gjunahet, do të shtohen mëkatet e mëdha, po normal është që këto nuk është që po na pëlqejnë kur t'i shohim këto gjunahe që po shfaqen mesin ton, po njëjtën kohë mundemi me thonë se kjo po na e vërteton atë se çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë para 1400 vjetë, edhe kjo me një farë mënyrë na tregon se me të vërtet ishte një pejgamber i drejtë, ishte një pejgamber i Allahut azza wa jall, i cili u mundua që mos të bëj që ta udhëzoj popullin, ta udhëzoj të gjithë njerëzimin, prandaj edhe këtë Allahu dhul xhalal nuk e quajti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe nuk të kemi dërguar asgjë tjetër vetëm se mëshirë për gjithë njerëzit. Për gjitha botrat, me thonë më mirë se ka qenë i mëshirshëm edhe me kafshët, ka qenë i mëshirshëm me të gjithë. Ashtu siç e dim, do me thonë të qysh trupi ka sëmundje ka edhe shpirti. Sëmundjet e trupit mundemi me një ilaç, me një operacion ose me një diçka tjetër, mundemi që të vim deri te mjekimi, kurse kur janë punat e sëmundjet e zemrës, aty kemi të bëjmë me mëkatet, me gjunahet. E pastaj këto gjunahet janë domethënë të tilla që subhanallahu ata të cilët janë të vazhdueshëm në gjunahe, ashtu siç e përmendin dietarët, gjunahet janë si magnet ndaj gjunaheve tjera. Nëse njeriu domethënë është i vazhdueshëm nëpër gjunahe, subhanallahu ai gjunat të cilën e ka bë e tërheq me bë edhe një gjunah tjetër. Dhe kështu sa më shumë që thellohet nëpër gjunahe, aq më shumë shpirti fillon domethënë me u zbeh, me u smu. Edhe kur smuhet shpirti, atëherë normal që edhe zemrën e kemi të smur. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, Allahu dhul xhalal kur don me dënu një popull, një ummet, i përfshin të gjithë. Për shkak gjunaheve të shumta që njerëzit i bojnë, edhe Allahu dhul xhalal don me dënu një popull, një ummet, për shkak gjunaheve të tepërta që nuk e kanë ndërmend me unal prej gjunaheve, andaj Allahu dhul xhalal i përfshin të gjithë. Është një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul xhalal e urdhëron me laçin Xhibrilin dhe thot shko dënoje filan popullin. Dhe Xhibrili kur don me dënu kthehet te Allahu azza wa jall, dhe Allahu është më i dijshëm se sa Xhibrili pse për çfarë është duke u kthy. Edhe thot o i madhi Zot, në mesin e tyre është edhe një person i cili bën ibadet. Thot fillo prej tij. Subhanallahu, pse me fillu prej tij? Se thot ai është një person i cili e sheh të keqen dhe nuk ja tërheq drejtën. Ka kufizuar. Po, do më thonë, nuk është e mjaftueshme na se shumë herë neve thojmë, më rëndësi për vete me që në mirë çka bojnë tjertë, nuk është problem. Kur vjen kush i prit respekt kanë thonë. Po normal. Do më thonë, kur të sheti mëkate që kanë filluar me u shumu në mesin e popullit,
do më thonë tek njerëzit, atëre pritë këtë dëm, nëse Allah dhul xhelal e bjen një dënim, ka më të kapë edhe ty. S'pas këshëm siguri as ne. Absolut. Enes ibn Maliku radiallahu ta'ala anhu bi thot Aishës radiallahu ta'ala anha. Oj nana e besimtarve, pse ndodhin të tërmetet? Tërmetet të ndodhin për shkak të përdorimit të alkoolit tepërt, për shkak të imoralitetit edhe për shkak të gjinoheve të hapta që i bojnë njerëzit. Tash, Enesi po e pyet prapë dhe po i thot, a është kjo për shkak të gjinoheve si ndëshkim apo çfarë? Thot është për kujtim dhe mëshirë për besimtarët, kurse dënim për pabesimtarët. Pse për kujtim edhe mëshirë për besimtarët? Se besimtarët nuk janë ata cilët po i bojnë këto gjinohe. Ata kanë frikë Allahun azza wa jall. Mirë, po ka ndoshta mesin e tyre që janë disa besimtarë që janë të dopt me iman, janë dopt me karakter, edhe bin kurthat e pabesimtarëve, edhe po të njëjtën gjë e bojnë edhe këta, e veprojnë të njëjtën gjë, domethënë përdorin alkoolin, immoralitetin e kështu me radhë. Mirë, po Allahu dhul xhelal këtyne besimtarëve në një farë mënyrë e ka si lloj përkujtimi që ju duhet flitni. Duhet ta ndalni të keqen. Andaj shumë herë kur mundohemi domethënë në për hutbë ose në për ligjërata të ndryshme ose në për takime të ndryshme kur fillojmë edhe ti përmendim këto gjëra, këto dukuri negative të cilat na kanë shumuar mesin ton, atëherë subhanallahu e shohin domethënë që njerëzve nuk ju vjen edhe çaq mirë kur t'ja u tërhequn vërejtjen. Nuk ju vjen mirë. Pse kush je ti me një familje edhe kësi përgjigje kemi? Kush je ti që duhesh të më tërheq vërejtjen? Unë nuk po i kuptoj gjana, veç ti e mjet me më tregu mu, ti e mjet me më këshillu mu. Do më thonë, përveç se e shë që ka bot keqen, po gjinohet aq shumë jenë thellu në shpirtin e ti, në zemrën e ti, sa që edhe këshilla nuk ka dobi. As po e vrem që është gjinohet dhe nuk ka bo rrafsh, nuk ka bo normale kjo puna, po pse hoqë kështu? Po përderisa është bo normale, prandaj këto telashe dhe këto probleme, do më thonë, jenë të vazhdueshme, sa që edhe këshillën si këshill nuk e marrim si duhet. Edhe këshillën nuk e marrim. Kurse Allahu dhul xhelal subhanallahu sa mirë e shpjegon, thot afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih. Dhe atyne që Allahu dhul xhelal ja u ka zgjenut gjoksat e tyne, ja u ka hap gjoksat e tyne, do më thonë ata janë të cilët po e kërkojnë islamin, Allahu ka më u dhon këtë islam që po e kërkojnë, edhe ka më u dhon dritë. Edhe kanë me marr dritën prej Allahut azza wa jall. Tash po vjen kërcënimi. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për ata që i kanë zemrat e ngurta, zemrat e forta, e nuk e kujtojnë Allahun. Mirë për ata po të Allahu xhelal. Ulaika fi dalalin mubin. Ata me të vërtet jenë në një humbje të madhe, të qartë. Do më thonë edhe këshilla nuk ju kryen dobi. Kur ishte punë e munafikëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah çfarë pyethet? Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. O kërkon falje për ta. Ata kanë ardhur te pejgamberi, munafiqët kanë ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pejgamberi sallallahu këtë i ka ditë kush janë ata. Këtë i ka ditë. Edhe një prej shokëve të tij e ka pasur në Hudhaifa, atij ja ka treguar të gjitha emrat. Gjithë emrat e munafikëve në Medinë i ka treguar. Mirë po asë një hap nuk e ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasallam që t'i vret ata. Ai parënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asë një gjë s'ka bë, edhe sa poshtërsit i ndëgjojmë, e sa gënjeshtrat, e sa mashtrimet, e sa shpifjet i ndëgjojmë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po para në sikur ti kishte vrarë. Çfarë kishin thonë njerëzit? Po i vran shokët e vet. Kanë dënë vran, kanë dënë lën. Mirë po kështu nuk është, se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka ardhur për me vrarë. Nuk ka për me mbyt, nuk ka për me shkatru jetë, po ka për me ngjall zemrat, me i mshiru njerëzit me ndihmën e Allahut, me lejen e Allahut. Se pri vetë pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk ka mundësi me pas një lloj mshire. Kjo mshirë është e mbjellur prej Allahut azza wa jall. Prandaj që mos mendojmë që pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte i tillë. Këtë që e kishte, këtë cilësi të mirë që e kishte prej vetë Allahut azza wa jall. Nuk ka mundësi ai me pas prej vetes vet. E kishte prej Allahut azza wa jall, mirë po kjo ardhja këtij burri të madh, këtij mësuesi të kësaj dunjaje,
është që neve me marë shembull jetën e tij se si ka vepruar me ta, si ka vepruar me shokët e vet, si ka vepruar dhe me këta munafika. E kur u bë marak që po zonë tha udhëzimi është dorën tonë ti veç krije pjesën tonë dhe pikërisht. Allahu do xhelal po këto pithet. Subhanallah po i drejtohet me fjalën ja ejuhar rasul. O i dërguar i Allahut. O ti që të ka dërguar ti Allahu. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Mos të mërzit kjo puna e këtyne të cilët po vrapojnë edhe me të madhjen ka futën në kufër. Po bëhen pa besim të, mos të mërzitin këto. Ata po thojnë me gojat e tyne se na besojmë, po zemrat e tyne nuk janë nuk po e besojnë zemrat e tyne, veç gojat e tyne janë ka thojnë. Edhe me njëherë mas këtyne, interesant, sa herë që përmenen në shumicën 90%, ma shumë se 90% kur përmenen munafikët, dyftyrshat që përmenen Kur'an, ose para, ose mrapa përmenen edhe jahudit. Ose para, ose mrapa këtyne ajetë. Pa tjetër, aty dikun do të më përzi. Se edhe këtu për thëtë Allahu, wa min alladhina hadu, edhe atyne cilët janë jahudi. Mos mërziti për ta. Mos u mërzit se ata po vrapojnë në kufrin e tyne. Mos u mërzit. Se na i dim zemrat e tyne. Na shumë herë mërzitëm për shembull për Ebu Talibin, pse vdiq pa besimtar. As pat mundësia Allahu dhul xhelal më ndryshu zemrën, as pat mundësia, po ai nuk dashti. Allahu dhul xhelal i lexon zemrat tona. Allahu i din zemrat tona se çfarë ka në zemrën tonë, çfarë don zemra jonë, Allahu e din. Nipin e vetë çojmë, kanë vetë shumë ngat më toft. Do të thonë që migji pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe ai nuk e pran. Çfarë i tha? O migja jam. Veç tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ku mendon mirë su te Allahu dhul xhelal kemi në xhenet. Veç i to thuje. Që kjo po vetëm këto thuje, edhe ndërmjetësoj për ty. Se ka pa punë të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë ndihmuar shumë. Mirë po Allahu dhul xhelal është lexuesi i zemrave. Ai nuk e ka dashur Islamin. E ka mbrojt pejgamberin alayhis salatu wassalam për shkak se është i fisit ti. E në atë kohë do më thonë, edhe pse kanë qenë një pjesë e madhe që kanë pranuar Islamin, po dikush mesin e fisit do më thonë kanë qenë me nam të madh, si për shembull baba i Khalid ibn Walidit, Walid ibn Mughira. Ky ka qenë me nam të madh. Do më thonë te Walidi kur i ka thonë dikujt se ky është nën mbrojtjen tem, nuk ka guxuar askush me ngacmu. Se nëse ngacmon ti ke hin luftë me Walidin. E kështu kanë qenë edhe tjertë. Të njëjtën gjë ka pas edhe Ebu Talibi. Mangusni këtë person, është fjala për pejgamberin sallam, i hin luftë me mu. Jo se është pejgamberi Allahut, jo se ka ardhur me një islam, jo se është me një fe të re, jo se ky po e pëlqen fenë e tij, po është jemi. Që janë ngushtuar. Gjatë mëshirë të madhe të Zotit. Po, prandaj edhe në momentin e fundit kur vjen edhe ndron jetë, vdes me një fjalë, subhanallahu, vdes pa besimtar. Sa Allahu dhul xhelal e lexon zemrën e njerit. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Dhe ai i cili largohet prej përkujtimit të Allahut azza wa jall, largohet prej asaj, prej mësimeve të Allahut azza wa jall, që Allahu dhul xhelal i jep këto mësime që me marr shpërblim, me marr udhëzimin, ai që largohet prej këtyne, ata kanë me pas një jetë shumë të ngushtë. Kështu kanë me pas jetën e ngushtë në këtë dunjë. E ke pati sa njeri është ndoshta edhe miliarder. Mirë po kur trin me të një 2-3 llafe i bën me të, subhanallahu e sheh që është shumë i ngurt. Është shumë i stresaft. Është domethënë i ka shumë nuk mundesh ti më thon hajde të bëjmë një muhabet sa duhet 10 minuta me të. Ai ka mund shpërndru për një temë ka më don temën tjetër. Është shumë i shpërndrum. S'ka siguri. S'ka absolut. Pse? Zemra e tij nuk është e lidhur me Allah. Zemra e tij është e mbushur me gjinoh. Me letër, lidhur me letër. Absolut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë po thotë? Kanë mjuar fitnet njëra pas tjetrës, ashtu sikur ato hasrat. E ke parasysh ato hasrat që bëhen me fije të kashtës, që është lidhen me njëra tjetrën, dhe çashtu thotë kanë mjuar fitnet. Kush bjen këto fitne, Allahu dhul xhelal ka një pikë të zezë, ka mjavon zemrat e tyne. E kush ruhet prej tyne, Allahu ka mjavon ka një pikë të bardhë në zemrat e tyne. Ata cilët marrin pika të bardha në zemrën e tyne, Allahu ka me i rujt. Këta sot qëndrën toka dhe qielli. Do më thonë deri në fund të jetës të personit. E ati i cili
bjen në kurthat këtyne fitneve, atëherë subhanallah ai i mbushet zemra me pika të zeza, edhe kur ti mbushet me pika të zeza, ai ton kohën kameron në për këto kurtha deri në ditë kiamit. Allah na lut. Allah mos na bëj pyetyn. Prandaj është punë shumë e rrezikshme puna e gjinaheve, se këto me të vërtet janë qaq të rënda, janë qaq të vështira, qaq këqija subhanallah, saqë subhanallah siç e thamë edhe një herë, domethënë e tërheq gjinahin. Për shembull, hajt se po. Po ashtu është. Domethënë kemi bënë gjina vend që mu pendu te Allah azza wa jall. Se subhanallah kur Allah azza wa jall kur i ka përmend muttaqin, kur i ka përmend njerëzit e devotshëm. Aty e ka përmend që edhe këta bojnë gjinohe. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Edhe këta janë njerëz. Nuk janë ardha prej qiellit. Ata janë çështon prej mishit, prej kockave, edhe këta janë të njëjtit. Edhe ato i kanë gjinit gjitha. Mirë po, për këta burra, Allahu xhelal po i përmend edhe po thot, kur këta bin ndonjë prej gabime, prej gjinohe, prej mëkateve, ata më njëherë vrapojnë. Me kërku falje, duke kujtu Allahun azza wa jall. Abdullah ibn Mesudi, subhanallah, një burr i dopt me trup. Mirë, po është një rast, subhanallah, është edhe qesharak, po frynte era, edhe Abdullah ibn Mesudi ishte jashtë, edhe po mbohet për një pemë se era po do me marr. Ashtu ka qenë i dopt. Edhe shokët po qeshin prej larg, po qeshin. Pejgamberi alayhis salam ishe. Edhe po i pyet, thot mos po qeshni për komt e Abdullah ibn Mesudit, se i ka pas shumë të dopta. Thot po i dërguami Allah do më na marr era Abdullah. Duke qesh, shive tash përgjigje. Thot vallahi thot ju po qeshni për komt e Abdullahut, mirë po ato komt e Abdullahut në peshorën e Allahut azza wa jall janë më të rënda se sa kodra e Uhudit. Pejgamberi alayhis salam në një rast tjetër tha, kush po del te qabja edhe më u lexu Kur'an pa besimtarëve, mushrikëve. Abdullah ibn Mesudi ma trupin e dopt tha unë i dërguami i Allahut. Tha ku po tha do me dart aty ty dy shuplaka dhe edhe ka ndodhur edhe ka edhe Abdullah ibn Mesudi me kam ngul jo i dërguami i Allahut, unë thot po do me dal. Edhe del. Edhe fillon me lexu po normal. Nuk është çështje e trupit se ti sa i zhvillum, është çështje e zemrës, sa ki zemër. Ky është Islami. Ky është domethënë kur njeriu të friksohet dhe ruhet prej gjinoheve. Allahu zemrën ja forcon atij. Tash ky del edhe lexon surën Rahman. Po aq fort e kanë rre Abdullah ibn Mesudin, saqë kur e kanë marrë shokët për me largu, kanë thonë që ky deri nesër s'ka mundësi me jetu. E masi në halë shumë edhe me të rëmës. Po, do të thonë e kanë rreq aq shumë, saqë subhanallah, thot ky deri nesër shok thonë deri nesër ky s'ka mundësi me jetu. Do të thonë është gjendje shumë të rëndë, shëndetësore, edhe me shëndet fizike shumë i dopt. Mirë, po çfarë po thot? Në atë gjendje shumë i lodhën, edhe po i thot pejgamberit alayhis salam, o i dërguami i Allahut, posh Allahun, nëse nesër duhet me dal prap me lexu Kur'an, posh Allahun mos më ndra. Subhanallah. Mos më ndra i dërguami i Allahut, prap unë kam dal. Prap unë kam ju lexu Kur'an. Unë e thot e kam pas problem me po çysh është me të rre. Tash e kuptova çysh është. Mo nuk kum bën kjo përshtypje, qoftë edhe nëse më vrasin. Nuk kum bën mo kjo përshtypje. Prandaj thot, nesër nëse është çështja për me dal me lexu Kur'an, edhe pse në këtë gjendje, prap, po Zoti thot mos ndro, kështu do dal. Momentet e fundit të jetës kur i vin këtij burri, çfarë thojnë? E pyesin thot çfarë halli thot ki? Thot po tutna prej gjinoheve. Gjithë këto vepra të mira, ato kamët e tij po thot pejgamberi son qëndrojnë, peshojnë më shumë ta peshori Allah, se sa kodra e Uhudit, edhe prapë ka frikën të gjinohet. E ku jemi na që gale nuk e kem, gjinah mas gjinohi, edhe nuk mërzitemi fare. Abdurrahman ibn Aufi, radiallahu ta'ala anhu, i cili është prej 10 personave, 10 sahabive që i ka përgëzuar pejgamberi alayhis salam me xhennet. Po ky është edhe një farë është llogarit prej të pasurve sahabi. Ka qenë prej sahabive të pasur. Pjesa materiale, po. Po, në aspektin ekonomike, po.
ekonomikisht ka qëndru shumë mirë. Një ditë thot erdhi dikush edhe i ka sjell ushqim për iftar. Ishte agjërueshëm, jo Ramazan, jashtë Ramazanit. Edhe ja sjell dikush me nderu Abdurrahman ibn Aufin. Edhe subhanallah, Abdurrahmani e sheh ushqimin edhe thot subhanallah. Thot Hamza radiallahu ta'ala anhu ka vdek dhe s'ka pas ka me hangër. Musab ibn Umairi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Figurat mëdha. po pi përmend njerëzit burrat mëdhej që kanë vdek, kanë ndru jetë. Po thot Musab ibn Umairi, thot kur ka vdek qefini, nëse ja kemi mbulu kamt, s'ka mujt me mbulu kokën, nëse ja kemi mbulu kokën, s'kena mujt me mbulu kamt që s'ka pas. Thot kurse Abdurrahmani, thot me hongër kësi lloj ushqimesh, thot po kam frikë të Allahu Azza wa Jall, se ndoshta ka ardhur ajo koha që Allahu Dhul Xhelal po na jep të mirat kësaj dunjaje edhe me na ruaj dënimin ditën e Kiametit. Çfarë kujdesi? Edhe është i përgëzuar me xhenet. Edhe në fundit çka vëllai, ka ardhur dikush ta ka sjellni një kafshore buk, çfarë të keqe ka? S'ka të keqe kur gjë. Mirë po si e kanë bërë vetë kontrollin. Domethënë si janë rujt prej gjinoheve. Enes ibn Maliku, mas jetës pejgamberit alayhis salatu wasallam ka shkuar në Damask, edhe kur i ka pa dikush i ka bën ndonjë gjuna kështu që na i kemi qujt me kruh, domethënë jo e pëlqyeshme, ai ka thonë wallahi këto që ju po i quani me kruh të papëlqyeshme, neve në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasallam i kemi qujtën për gjinohet të mëdha. Subhanallah. Domethënë deri në këtë shkallë janë rujt prej gjinoheve. Po, kur thuj janë rujt prej gjinoheve, atëherë anën tjetër e sheh se çfarë bereqeti Allahu pa ju ka dhënë. Pikërisht. Shkon edhe e çliron Persin, që Persia edhe Roma, sipas historisë që tregohet, Persia dhe Roma me shekuj kanë qenë luftë me zveti. Edhe asnjëna nuk ka mujt me mujt tjetrën. Nëse Persia ka qenë një kohë e fortë, ja ka marrë disa pjesë tokave romakëve. Mirë po romakët mas një kohë kur janë forcu, janë kthy kanë marrë të toka dhe ja kanë marrë një pjesë persianëve. Edhe mirë po me pushtu njëra tjetrën kur s'ka ndodhur. Edhe lufta me shekuj. Edhe vijnë këta, ashtu si i quajnë bedewi. Po, vijnë këta, edhe subhanallah, vjen edhe çlirohet, për sa çlirohet? Për 4 ditë. Për 4 ditë çlirohet Persia krejt. Persia ka kërku ndihmë prej Kinës të asoj kohe, edhe ju ka thonë, me na ndihmu, thëtë se jemi në luftë me një popull që nuk din do më thonë më tutë, s'din më friksu. Si tutën e vdekjes. Shife çfarë përgjigje i ka orë prej kinesve. Thëtë, nuk ju e dhojmë ndihmën kundër atyre cilët në qovë se ju pikët në trunin e tyne me shkull kodrën, do keshin shkull. Ka njoftë arabët ata. Qështu i ka njoftën muslimat. Vendosë edhe gëzimtarë. Vendosë, do më thonë, s'ka mu këthi më mrapa. Mirë po, Omeri radiallahu ta'ala anhu këtë luft, 3 letra ja u ka dërguar. Çka ka thonë atë të letrat? Në 3 letrat janë të shkrume, urujuni prej gjinoheve. Urujuni prej mëkateve. Se në qovë se ju bëni mëkate, atëherë s'keni dallim ndaj tyne hiç. Njëna për luftrave që është zgjatë, fitolja dhe ushtu që pikërisht do me ndodhë. Po, Bi gjinohës për gjinoheve. Runu ka thonë se nëse ju nuk runi prej gjinoheve, atëherë keni mu bon njësoj sikur ata, pastaj ata e fitojnë luftën, se ata e kanë armatimin ma të fortë se ju. E në qovë se ju ruhni prej gjinoheve, atëherë imani imani juv ka me fitu ndaj atyre. E kur thot imani juv, pse imani? Se që ky imani është i lidhët me Allahun Azza wa Jall. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju e ndihmoni Allahun Azza wa Jall, Allahu ju ndihmon juve, edhe ju forcon juve. Qysh na me ndihmu Allahun? Çka me ndihmu? Çfarë nevojë ka Allahu për neve? Mos i bëzot gjina. Kryo obligimit që ti ka thonë, kaq. Që kesh ndihma që duhet më bëni Allahut, edhe pastaj prit ndihmën prej Allahut. Shifet do më thonë, ajeti tjetër që thot Allahu Dhul Xhelal që e përmend në Kur'an, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u mërzitni, as mos u piklloni. Kështu pjo drejtohet muslimanëve, besimtarëve, Allahu xhelal. Mos u mërzitni, as mos u piklloni. Mos u shqetësoni. Ju jeni më të lartit. Ama tash vjen kushti. Kur jeni ju më të lartit? Kur jeni besimtar. Qysh nëse jena besimtara? Besimtari rrugë gjinohet. Besimtarit nuk ka nevojë mi thon 2 herë e ki obligim këtë me baza ata tjetrën. Nuk ka nevojë mi thon 2 herë. Është farz, është obligim, me një herë kryje. Kryje me një herë, se pastaj nuk të pret e nesërmja. Nuk di se çka mundet me ndodh drejt nesërmë. Me thirr muslimanë më fal, subhanallah. Sot do të thonë neve hala e kemi atë lashën që duhet me shku mi u thonë muslimanu hadbe se duhet mu falbe, duhet mi u fol qaq mirë, qaq ëmbël, qaq ashtu duhet mi u fol, pse e kalan namazin, a vetën e qunë besimtar, vetën e qunë musliman, s'falet, nuk agjeron. Pastaj kur e këshyr anën tjetër, shife çfarë po bëhet atje, shife musliman çka po hekin atje. Po këshyre vëllai jam ti vetën tonë. Po, shife vetën tonë mas pari. Ti ku je me Allahun? Do shta një përmirësim i joti me Allahun, qaq shumë e gëzën Allahun, sa që për hatër që ti gëzimit që ti ja ke dhonë Allahut, ju ndihmon do muslimanët që ati. Ku është kjo? Ku është kjo në mesin tonë? Po na dina veç me kritiku, na dina veç, subhanallah, tjerë do me thonë me i ullë, me i poshnu, a nuk e këshyrën vetën tonë, gjunahet tona, se sa jemi të ngarkum, e sa jemi të stërmusht me gjunahet. Prandaj subhanallah, Abdullah ibn Abbasi e ka cek dikun për punën e gjinahëve dhe thot se gjinahet e nxin fytyrën. Gjinahet e tepërta e nxin fytyrën, e errësojnë zemrën. E errësojnë zemrën. Njerëzit fillojnë me turrejt. Qysh fillojnë me turrejt? Ki me boti një vepër të keqe që njerëzit kanë me fillu me turrejt. Nuk kanë me dash njerëzit. A ke pas sa njeri që sot s'po dojna mi përmend me emra, sa shumë i kemi dash nështë në fillim, po mas një kohë i kanë bot do vepra. Qaq trana na kanë zhgënyu qaq tepër, sa që sot as me sy s'kim qef mi po. A shif gjëna që ka është? Erësën fytyrën. Ti, subhanallah, kur të shet ta mërmenje që është një s'dia që ka me thonë. Me kalu për një gjendje s'ku zot të thot dujnë filane se do une, të gjendja ose dune që se duhe sonës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë hadith. Edhe është subhanallah çfarë ndëlidhje e bukur është. Allahu dhul xhelal thot po e thirr Xhibrilin. Edhe po i thot Xhibrilit, o Xhibril, duje filanin. Po ta përmend emrin Allahu azza wa jalla. A ka më mirësi, më kënaqësi se Allah atje në letër rekomandimi me marrë të për dikush, duket vetë dikush e selemo. Një kretar, një që aty një nën punës, aty në komun, me ba me ta përmend, wow, ma përmend një emrin edhe qysh duket vetë ja. Që kjo jamane, valla. Ku me di çfarë njeri të këti. Po për ma krijuesi, me ta përmend emrin, edhe mi thonë Xhibrilit, po e du, jo veç me ta përmend emrin, po edhe po të du. Edhe ti ki me dasht. S'ka këtu me thonë, du jo ose mos e du, jo, ki me dasht, urdhën, s'ka aty. Edhe Xhibrili ka me fillu me dasht me njerë. Po tash jo veç me kaq. Xhibrili ka me i thirr krejt me lashit e qiellit. Edhe ka me thonë, Allahu është ka e dën filanin. Edhe unë e pedu se Allahu është ka e dën. Edhe ju keni me dasht. Edhe subhanallahu dhe me lashit kanë me fillu me dasht, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i vjen kabulin tok. Qysh kabulin tok? Edhe njerëzit kanë me fillu me dasht. Te nuri ka me shndrit. Tjetra, ka me thirë Xhibrilin, edhe ka me thonë, o Xhibril, u reje filanin, a për të emrin e përmen. U reje filanin, se unë e ka u rej. E qysh ka mundësi Allah me të rej? Fort vepra të këqija do të me bëhë për me të rej. Shumë do të me bëhë vepra të këqija për me të rej Allah zëvëgjel. Edhe për me urdhnu dikën, për me të rejt. Dhe të dhe ti ke me u rej, edhe Xhibrili ka me thirë me lasit, ka me thonë, u rejnë e filanin, se Allah është ka e u rejnë, edhe unë e pe urej, edhe urejtja ka me ardhën të. Ka me bo një gjest, një vepër, një qëfar dhe qofta ajo, që edhe njerëzit kanë me fillu me urejt këtë njeri. Pejgamberi alayhi salatu wasallam po ec rrugës në për Mekë, edhe po del një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po i thotë, oj dërgumi i Allahut, më të mirë, edhe po fillon me lavdu. Më të mirë, më të ëmbël, më ashtu, më burr të mirë se ne po e lavdon. Thotë se ti sytë e mi kur s'kan po. Edhe ç'është është.
Duke ecë, ky ishte me shokun e vet. Duke ecë atje del një pabesimtar i thot: "O Muhammed, ky i tha i dërguami i Allahut." Ky tash i thot: "O Muhammed, njeri më të poshtër, më të nëshmuar, madhe, po fillon me ofendu me ofendime trona, po, thot se ti thot fytyra e sytë e mi kur s'kan po." Edhe i tha: "Ç'ashtu është?" Të dy rastet. Tash ky shoku afër thot i dërguami i Allahut. Ai të lavdoj, i tha: "Ç'ashtu është? Ky të keshit, shajti, ç'ashtu është? Qysh ka mundsi?" Allahu dhul xhelal besimtarve atë dritën që të nurin kur Allahu ty të ka shkruar atje që po të dën. Kur ty të dën Allahu dhul xhelal, thot ato zemrat e mira, ato zemrat e pastra kanë me dash, prandaj Kabulin to ka me ardh. Edhe njerëzit kanë me dash, ama cilët njerëz? Ata që i kanë zemrat e mira, ata që i kanë zemrat e lira, të pastra. Kurse ai që e ka zemrën e mbushur me gjinoha, me kufër, me dyftyrsi, me munafiklëk, ai normal që s'mundet ai me dasht, s'ka mundësi me dasht. Prandaj, qysh bëhet? Zemra reflekton te zemra. Qysh e ka zemrën, e ka edhe atë mendimin për besimtarin. E ka zemrën e mirë, e ka mendimin e mirë. E ka zemrën e prisht, s'ka mundësi zemra prisht me menu mirë. E ke pati rregullave të pabesimtarve në për luftra, ashtu që e kallëzojnë historia, në për rregulla subhane kanë që mos me i besu askujt. Si rregulla kanë, në fillim, kush do që të afrohet, qoftë edhe për me të ndihmu, mos i besa. Çto është rregulla tyne? Të paktën historia ashtu e thot. Pastaj, sionist, jahudit, ata do me thonë, për rregullave tyne e kanë, që nuk ka mundësi një person që është kryetar, është udhëhec, do me thonë, me anu më shumë ka morali. Jo. Duhet me arrit qëllimin tonë. Mënyra se si arrihet të qëllimi nuk është më rëndësi. A e prish moralin, a nuk e prish moralin, nuk është kjo më rëndësi. Zotën e kanë edhe shprehjen. Po, Mikiaveli që ka thonjën. Qëllimi arsyeton mjetin. Arsyeton mjetin. Do me thonë ti çka dush ti bën. Edhe morali qoftë e voja prishe, ama qëllimi duhet më ardh. Prandaj edhe sa herë që është pa në përbot që një kryetar shteti është do me thonë burr i mirë, po kallzon moral, po don me bën një marrëveshje të mirë në favor dy parëve, ai java si ka shkuar kanë hek, ose kanë vrarë, ose kanë ndërzu. Ta ka thënë historia, nuk është as që po e shtojnë, as që po thojmë diçka më tepër ose më pak. Kjo është histori që e kemi pa dhe me sy dhe kemi lexuar në histori që kështu ka ndodhur. Prandaj këto janë gjëra, domethënë, njeri i cili dën për me ngrit moralin, duhet me urujt për gjinohave. Tash veç llogaritë, subhanallahu, thot atë ju tregoj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dëni më ju tregu se cili ka me kon afër meje ditën e kiametit. Kush nuk ka qef me kon afër tina? Çfarë i tha pejgamberi alaihi wasallam? As nuk i tha se kush lufton, kush bën xhihad, kush bën këta, kush bën ja. Veç i tha kush e ka moralin e mirë. E ki moralin e mirë, je afër pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ditën e kiametit. Kime pi atë ujin, taj burimi, l'haudi që përmenet në për hadithe, kime pi prej durve tina. Edhe etja mo kur s'ka me të kapti. E ka prej aty një njerëzve që po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me kalu ka haudi prej umetit, prej muslimanve. Kanë me kalu prej haudi, aty të haudi dhe pritet për me pi uj, edhe pejgamberi alaihi salam del për mi marë, për mi afru të lumi, për mi dhon uj, mirë po me laset i thonë ja. Është urdhën e Allahut se ky nuk e meriton me pi atë ujë. Pse? Se thot nuk e din ti këta çka kanë bën dunja. Masteje. Nuk e din ti çka kanë bën këta masteje. Do të thonë çash që kanë zhytën gjinohe, saqë edhe që të ujë nuk e meritojnë me pi. As me dur të vetë se pitua më jo se jo. Hiç. As vetë me shku me kap me pi hiç. Prandaj pejgamberi sa më thot, sa më larg këtyne, sa më larg këtyne. E ky as shefatin, as ndërmjetësimin e pejgamberit alayhis salam nuk e meriton. E tash jemi gjallë, po i dim tash krejt këto gjëra. Pse më vëllai nuk i kthehemi Allahut? Pse nuk pendohemi te Allahu sinqerisht?
Pse mos mi thon vetes atë çka? Deri këtu boll. Ti më shoj më shkelm mëkateve, ti u drejtohemi Allah, ti kthehemi Allah ashtu siç po na kërkon Allah. Pse? Domthon çaq shumë janë zhyt zemrat prej gjinoheve, saqë nuk i kalon hapësirë, për një kthy Allahut. Pse Allahu dhul xhelal e mallkoi shejtanin? Për shkak të gjinohet është e mallkoi. Pse? Çfarë gjinohe boni? Po veç një boni. Pse? Çka boni ai? Nuk ja zbatoi urdhin e Allahut. Allah tha miro sejdë, ai tha ja, këta e ke kriju për idhejot mu për zjamit, unë ma i blefshëm se kriju. E mbiblesaj vetë. Po, bani mendje madhësi. Edhe Allah dhe Gjelal e largoj, e malkoj për mshires vetë, edhe e malkoj. Po pse neve tash me gjitha këto gjinohe, pse neve s'po na malkan Allahu? Po na pret mu pendu, e pse shejtanin e largoj me njëherë? Sa interesant është. Shejtanin e mësoj dikush për me bo këtë gjina? E mësoj dikush me bo mendje malsi? Ishte mendja tina. Ishte po ai vetë që i dul kundër Allahut azza wa jall. Nuk pat që dikush me cyt me shtit do me thonë për me bo gjinohin. Ja, ky vetë e boni gjinohin. Truni ti, mendja e ti e boni që ta bëj gjinohin, prandaj edhe Allah me njëherë e largaj. Me njëherë e largaj Allah azza wa jall. Mirë po neve, pse Allah për na pret? Pse neve për na nësit dikush. Sikur nga njerë nuk jemi vetja. Prandaj Allah dhul xhelal la taqnatu min rahmatillah. Po thot, mos e humni shpresën të mëshirës Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Këj gjinat Allah i fal. Asnjë se lën hiç, këti fal. Mos e humni. Pejgamberi alayhis salatu wasallam po thot, Allahu dhul xhelal sa mirë po e përshkruan pendimin kur njeriu pendohet. Edhe e merr shembull sikur ai personi i cili është me dy shkretine, me kafshën e vet, në kafshën e tij është ushqimi dhe pija. Edhe sa ulet dikun për me pushu, i ik kafsha. I ik me ushqim edhe me kret. Edhe i shkreti nuk ka kam jamojt. Vetëm bëri për mbijetesë. Ato e ka pas për me shku dejtë ai caku, kusit e ka hop rrugën tash. Me ecën kam, me dy shkretine, a ecët. GPS, jo. GPS më heq, po, tash shka me bo? Thët pejgamberi sa ky ulet edhe po e pret vdekjen. Thët ndërkohë thët e kap një far klape e gjumit, edhe sa i qelë syt e she kafshë ai kish ardhat i afër. Për i gëzimit qohët e kap kafshën, edhe thët o zoti robi jam, unë jam zotit. Për i gëzimit madh. Po jo bëjmë një mathis. Jo, për gëzimit. Çaq shumë gëzohet, sa që gabon me ty e falëndron Allahun, e bën domethën gabimin, i dhe ti e robjem, unë jam Zotit. E Allah po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hala ma shumë gëzohet se sa ky personi që e gjeti devën e vet. Allah hala ma shumë po gëzohet kur robi i ngrit durt edhe i thot Allah to Zot fal më gjinat. Edhe stona si më ka bëj. Edhe stos po e bëj. E mas krejt kësaj na boj kala. E mas krejt kësaj, çka po presëm? Çka presëm? Pastaj anën tjetër, kur shkon ti për shembull perëndim ti thu mashallah sa bukur, sa mirë, sa krejt. Po anën tjetër çfarë po flitet? Jo këta janë tolerant, jo kështu jashtë. Hajde të shohim kush është më tolerant. Kur shkon ti në Gjermani shembull. Gjermania nuk ta njeh halafin islame. Nuk ta njeh. Po ti kur dën me hap një xhami, çka bëhet? Ti dush me hap namën shoqatës. Edhe zonin s'mon me një jashtë. Zonin jetë mrena. Mrena dërtesës. Po, mrena. Mrena xhamis. Jashtë xhamis jo. Hajde po shkojmë venet islame. So kisha në marrum aty, që janë krishterë që jetojnë, edhe anijet ajo kombon aty. Anijet asë një. Një për ty ne kemi që këto në Kosovë, në Prishtinë. Edhe kush nuk shkon me myt nga për xhamia siç ndodhi rasti fundit. Sot ishte më lart në Francë, subhanallahu. Një musliman e bën një vrasje që fundit Islami është shumë i pastër prej veprës tij, se Islami nuk urdhënon për me vrarë. Një e bën një ku diun se kush e bën atje, edhe dalin krejt flasin, tash nuk fokusohen te personi, po fokusohen te Islami. A më ndodhe kundërta? Flasin te Islami. Kur po ndodhe kundërta, po peshujnë problemin me njerë, duke thonë është i smut, na i dram, na i ku ta diune, ka pas shëllime psiqike, ku ta diune, edhe shuhet me njerë.
kurse knes po shuhet. E pse? Kreve për pjongën ky Islami? Se vërtet e dhem. Kreve për pjongën. Pse është sistem që Allahu dhul Xhelal, kur e ka pru këtë sistem, ja u ka prish gjitha kurthat, kreve ja u ka prish kurthat. Gjithve. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Krejt ato kurthat ta mundon mi bë, edhe me i shpërnda, mirë pa Allah dhul Xhelal ja u prish kurthat edhe ja u gjum për tyre. Ka Allah planet e veta, ka sistemin e vetë. E na, me këtë dobësi që kemi, tarveç subhanallah çfarë përshkrimi i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për melaçën. Thot e kum pa thot melaçën prej kësaj pjesës të mishit, të veshit, që pjesa që është, deri te supet është sa me ec 100 vjet. Dhe që kjo pjesa që është, sa 100 vjet. Falërsia, sa vite jetë. 100 vjet me ecë, thot pejgamberi alayhis salam. Po para mendon melaçë sa e madhe që ka. Nëse vetë që kjo 100 vjet, para mendon sa e madhe. E ku jemi na? Çfarë po bërejtësh jemi na? Me laçet e ka kaq e madhe. Po Allah azza wa jall. Edhe na, me qëtë madhësi, me qëtë mendje madhësi, mi dal kundër Allahut. A hiç po logjikojmë. A hiç nuk kemi ka mendojmë. Sa ajet Allah dhul Xhelal i sill në Kur'an, a nuk po logjikoni, a nuk po mendoni, o ju njerëz të dijes, o ju njerëz të mendjes. Kështu po na thirr Allah azza wa jall. Tash vetë qëre, nëse me laçet e ka kaq e madhe, po para më be Allah azza wa jall sa qen ka i madh, madhështia e tij. E ti çfarë madhështie paske? Sa i madh ti kok? Ti me dal kundër këtij krijuesi. Edhe me dal edhe mi thon se s'ekziston hiç. Edhe me dal edhe me shoh edhe me fol gjanat pistat në dyta. O zot sa im sheshëm është Allah, subhanallah. Për emrave të Allah është es-sabur. Sabur do të thonë është shumë dërimtar. Durosh. Se në arabisht është fjala sabir, që është i durueshëm. O sabur, diçka jashtëmase. E për emrat e Allahut është sabur. Se tash llogaritë subhanallahu na fëmijë kema, ki parasysh të shtëpia, po njëri pak si të fillon me ashtu me xhallu pak zavrak. Po me njëherë nive na kapin nervat. Ai fillojnë me bo sabër pak e sene, po kur të teprojnë, s'kemi mo sabër. E paramëna sa e shamja i shkan Allahut, e sa ofendimi, e sa fjala e keqe, e sa kufri, e sa subhanallah, Allah prapë i thot, o robët e mi, pendoni son jo pranej. Pendohon jo robët e mi, son jo pranej. Edhe që ta nuk e bojna. E pse s'bohët, wallahi veç për shkak gjinave. Veç për shkak gjinave. Po dhe se me dalë kundër sistemet ti tjetës, për ne me dush me konë super gjëna qala, po të regulon jetën, në mënyrë më të përkryer të moqme ti pithu jo kjo vërtet. O me yattaqillah yuallimuhu Allah. Kush ka frikë Allahut azza wa jall, Allah ata e mëson. I jap dije. E që e kundërta që shkan thonë dietarët është kur ti je me katët, ti i vazhdueshëm, edhe dijen ke me fillu me harru. Është një tregim aty që flitet, një person Ibn Qudaha, nëse s'gaboj e ka pas emrin, thot edhe po shikon diçka që është e ndalume. Disa gra, avretin e tyre. E thash vjen një burr i ndershëm i mirë, edhe i thot, o burr, thot, a nuk po të mjafton që bëll shikove, ule shikimin, se mas kësaj ka pasoja të mëdha. Mas këtij harami, prej këtij mas këtij harami, normal, mas këtij harami ka pasoja të mëdha. Pa zinxhiri hastrës pastaj. No, po zinxhiri fiks. Thot mas këtij gjinaj ka thot pasoja të mëdha. Edhe thuhet për që Ibn Qudah, thot subhanallah, mas 40 vjet e komplet Kur'anin e ka harru. Ka harru Kur'anin. Po flasëm për musliman, po flasëm për njerëz do të thonë që i kanë thonë vetes musliman, po gjinohet ju kanë vazhdueshme. E tash, me këto gjinohe, edhe po presëm me pas dije, po presëm do të thonë me kanë të dijshëm, qysh. Allah na fal. Hoç po shfuti me pjesën e parë. Allah është përbleft. Nëse kena me të bërë shikuesve, e kena pjesën e dytë kontaktuese. Inshallah. Ne vazhdojmë tutje. Të dashur shikues, ne po shfutim për pak pushim, edhe për të takuar me pjesën e dytë kontaktuese përmes telefonatave ose përmes rubrikës dërgoj mesazh. Çfarë me ne siç ne qëndrojmë me juve. Takojmë vetëm pas pak.